Allahu Dhul Gjelal pejgamberin ton të dërguar e ka dërgu me gjitha sifatet dhe me gjitha punët e mira tek ne. Allahu Dhul Gjelal e ka qu dhe ky njeri neve shumë na ka mësu, edhe na ka eduku, edhe na ka këshillu, neve na mbetes rrugës ti me pasu, nëse dojna me shpetu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur I ka ardhur shpallja heret, po I thot Khatishja, gruaja e tij radiallahu anha, po thot: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos ki frikë, mos u tut, mos u dëshpëro, se Allah nuk ka me të hub ty se I ke majt lidhet fare fisnore. Një prej cilësive të mëdhaja që I ke pas ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lidhet fare fisnore I ke majt shumë, Zoti nuk të hub kur. Kur kanë shku prej Mekës që I kanë përzan me kacit musliman, kanë shku në Habeshe, në Etiopi, dhe mreti I Etiopisë I ka pyet njerëz: kush ai pejgamber, ai nebi, ai rasul që te ju ka ardh, çka jeni çu kështu ka shumë? Çka pju mëson ai njeri? Dhe ai njeri po na mëson me majt lidhet fare fisnore. Dhe fjalën e tij dhe fjalët e tij të bukura dhe më të bukura që I ka thënë kur e ka bëj hijretin prej Mekës në Medinë, ka thënë: e juhen nas, o ju njerëz, efshu selam, falni njëri tjetrit, wa at'imu at'am, jepni ushqim njëri tjetrit, wasillu al-arham, mani lidhet fare fisnore, wasallu bil-lejli wan nasu niyam, falni kur të tjerët janë flajt, tadkhuluna al-jannata bisalam, shumë kallaj keni me hin xhenet. Lidhet fare fisnore, lidhet të cilat Allahu Dhul Gjelal neve na ka garantu prej kati 7 qiellit. Ai I cili man lidhet fare fisnore, Allahu Dhul Gjelal ja zgjat yprin e jetës tij, edhe I çon bereqet pasurinë e tij, edhe ja rrit pasurinë e tij, edhe ja ndriçon fytyrën e tij, edhe ja leçon rrugën e tij, edhe xhenetin nasip ja dhuron. Ai njeri që man lidhet fare fisnore, bab, nan, vlla, motër, daj, agj, ne këtë që dojnë lidhje fare fisnore shumë e ngurtë. Këto vije kuqe, me këta nuk guxon mu idhnu, s'guxon mu leqit, nuk guxon mos me fol, s'guxon mi largu, nuk guxon deri mos mjav hap, s'guxon deri mos mjav qel. Këta vije kuqe. E unë e kom përzgjedh për sa lidhjes fare fisnore, do të foli për një person. Për një person I cili Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmend. Pejgamberi shumë itibari ka bë. Ne si njerëz shumë e kemi bë zullum. Ne si njerëz kena abuzuar me te. Ne si njerëz nuk ja kemi dhënë të drejtat e saj. Ajo është motra. Do të flas për motrën. Për çata të cilën është dora më e kojshme mas dorës nanës. Çaja e cila e bën ushqimin ata që nana të ka ushqy, me atë dorë që nana ty të ka rahatu, me atë dorë që nana ty të ka përgdhen, nuk e zavencon asnjë dorë tjetër pos dora e motrës. Ajo e zavencon. Dhe kur Musa alayhi salatu wassalam ka qenë fëmijë dhe Firauni ka dashur me I vrar këtë fëmijët e Benu Israilve, dini historinë, por një pjesë shkurt du me nda me ju në sekuencë këtë ditë gjumaje, edhe e ka Allahu Dhul Gjelal e ka inspiru nanën e Musës me gjujt lumë. Motra e Musës alayhi salam ka nga mas në për lumë të esër, për rreth lumit, deri ku ka pa që po nalet vllai I saj Musa alayhi salam, s'ka qenë pejgamber. Dhe ka pa që nalë të dytë e Firaunit, dhe ka hit e dytë e Firaunit, dhe po I thot ato të Firaunit, dhe ushtrisë e tij, dhe grusë e Firaunit, unë e di një gru që ky e pranën gjinin dhe qumshtin e saj, për arsye se krejt qumshtin ato nanat ose të grave nuk e ka pranu Musa alayhis salam. Po I thot kjo motra e Musës, unë e di, thot, një gru e cila mundet më përshtat qumshti I saj, e ka qute nana e vet. Dhe e kanë majtë më shef, dhe ka ardhe ka ushqy nana e vet, dhe nuk u rahatu nana e motra e Musës alayhis salam, përderisa se ka pa që Musa alayhis salam është tupi dhe të ngo prej gjinit saj. Dhe kur ka ndodhur te Musa te Jusufi alayhis salam, kur vëllezërit e tij e kanë përzan, e kanë gjun bunar, e kanë dash me myt, e ka shkuar u larguar një kohë gjatë, nuk ka ditë për fatin e tij askush, sikur se të kish pas motër, edhe ato kishin mujt me gjetë. Edhe ato motër e kish gjetë. Për ata të cilën në kohën e Hajjaj bin Yusuf Thaqafiut, Hajjaj bin Yusuf Thaqafiu ka qenë një prej zullumçarëve të mëdhej. Dhe një 3 burra I kanë nxanë dhe ka gjyku për vdekje, për varrje. Ka shku një gru, duke u dridh, e duke u tut, e trishtushme. Po I thot Hajjaji, kush je më I gru, dhe ti që ke dalë para meje këtu? Kush je ti që ke guxu mi dalë, ti njeriu të madh? Thot vallahi, thot unë jem nana e qitij, e gruaja e qitij dhe motra e qitij. Thot me se ke guxu me dalë para meje, zgjidhën një prej këtyne. Thot vllaun, I thot Hajjaj bin Yusuf Thaqafiu, duke pa djali I saj të dash mi thonë I nan, shpetëm me rrumu.
Burri i saj të dash mi tregu që unë jem burri jët, kemi baf mi bash, kemi hangër bash, mu me rrëm. Po thot vllaun po du me përzjedh. Po i thot Haxhaj bin Yusuf Thaqafiu, ja emet Allah, o i robresha e Zotit, e pse e zgjedh e vllau nuk e morë djalin, e vllad dyt, bujashka e shpirtit tën, nuk ka sen ma tran se vladin tën, ose burrin tën, krenarin tëne, mburojen tëne. Thot vallahi jeme re hala mu martu edhe fëmi mu me gjithë. Edhe burra ka sa dush këtë tokë që mu martu. Nanam ka vdek, vlla ma s'ko me mlind kur hiq, e du me shpetu vllain, jo tjetër kën. Po i thot Haxhaj bin Yusuf Thaqafiu te tret merri. Pejgamberi jon alayhi salatu wasalam ka një grua e cila kishte emrin Shejma. Dhe po i thot ja Rasulullah, o i dërguar i Zotit, unë edhe ti jena motër edhe vlla nga gjini, nga qumshti, jo motër edhe vlla ka ana biologjike. Po i thot pejgamberi alisam, e qysh kemi më argumentu që unë ty të kom motër prej gjinit? Thot pasha Zotim ka treguar nana, kemi qenë duke thith të dytë, te gjini nanës, dhe ti ke dash me marr gjinin me thith, e unë s'të kom lanim ke ka fshun shpinë. Thot e kom shajen sot dhe asoj ditë që nana më ka tregu. Pejgamberi thot po vallahi edhe unë e kom ditë që ty të kom sulmu, edhe e këshyrë shpinën e saj. Po i thot pejgamberi sa, hajde ulën gjyben tem, e hjek gjyben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ja shtron motrën e saj prej gjinit, jo prej nane, jo prej nanës biologjike, veç i kanë thith bashkë me një gji. Thot hajde ulë këtu. Thot apo don me nejt këtu në Medinë apo do më kthyn familjen tonë. Thot jo ja Rasulullah, po do më kthyn familjen tem. Thot merri kaq dele, e kaq deve, e ja jap shërtore, e i ndihmon, e përqaf, e ledhaton, e don, edhe përcjell deri në vendi ku ka pas me shku, sepse motër. Kjo është motra, për të cilën ne shumë i kemi hin hak. Ka edhe do baballar, ka edhe do njerëz, të cilët e kanë martu djalin edhe vajzën. Djalit janë ndrojnë kerrin për çdo vit, për çdo 5 vjet, edhe i dhojnë pare, edhe ndihmojnë, edhe këtë vajzën si e marton më 5 pare nuk i jep. O ki hak, o vallahi ki hak të vajza, edhe masit martohet, edhe nëse jep trashëgimin, për ape ki hak mi ndihmu se është e vlade jyti sikur djalit, sikur vajzës. Djalit të i një man, edhe këshyria kryin punë shpe, edhe jep pare, edhe jep benzin, për vajzën nuk tanin his. Kjo zullumçari madh. Kjo njeriu më i keqi, edhe nëse falet, edhe nëse qabe shkon, edhe nëse hoq bat, edhe nëse krejt mirat e Zotit i ka, kjo është i pa drejt. Sepse Zoti na ka mësuar kështu. Zoti na ka mësuar me pas drejtësi, sikur te motra, sikur te vllau, sikur te çika, sikur te djali. Të gjithë barabart. Po kush ka ne don më shumë? Motra e do vllaun. Kush përkon gëzohet më shumë? Motra për vllaun. Kush përkon më shumë emocionohet? Motra për vllaun. Kush e jep këtë me bubreke, me gjake, me këtë? Motra për vllaun, jo vllau për motrën. Kush i lën me fëmijë dhe me burrë me këtë për vllaun? Motra. Po jo vllau. Ma shumë ki hak të motra se sa të gruaja. Ma shumë do të me nderu motrën se sa gruan. Ma shumë ki që atje vallahi se vap se sa të gruaja jote. Edhe të fëmija jote. Pejgamberi sa të sëram ka thonë, ma i afert të vllau jote se e vlau dy jote. Ma i afert është motra jote se e vlau dy jote. Që ata të cilën ne kemi largu, kemi nis me leqit, nuk kemi fol, jemi largu për i tyne. Deri ku kemi shku? Ka kemi mësu? Çka jemi të praktiku? Çka jemi të lexu? Çka jemi të ndëgju? Të gjana Allahu Dhul Gjelal shumë i ka të hollu shumë let. Dhe këto gjana Allahu Gjeleshanuhu shumë i dënon. Edhe shumë i dën. Me ta kemi fitu xhenet. Wallahi me ta kemi fitu xhenem. Sa prej njerëzve vlla dhe motër janë gjykat për hise, për trashëgimi. Sa prej vllaznive nuk folin me motër për shkak trashëgimis. Allahu ja ka caktuar. Zoti Dhul Gjelal e ka kriju, edhe riskun ja ka caktu, edhe trashëgimin ja ka caktu, këmë marrës është e saj. Dhe nëse dikush e hanë trashëgimin e motrës, vallahi ka hongër zjarë në barkun e ti, e fmit e tyne, e kur hajtë s'ko me pa, e kur s'ko më rahatu, e kur pej borqe s'ko me dale, e kur pej telashë s'ko më largu, e kur fmija e ti behride ose rahat s'kan më ba. Pik! Zoti ka garantu jo unë pes pjegoj, unë pes qaroj. Të gjana jënë trana. Njeriu nuk duhet mund shumë të gjana. Mja bo blok telefon motrës, mos mi fol, mos me vizitu, mos me thirr, mos me afru. Çka falesh? Se agjeron. Pse rani je musliman, nuk je kur gjuti. Ti je zero. Ti je zero, ti dhe unë. Zero jem. Nuk jem të jabam me gisht askuj, as nuk e në gjas, kënë këtu në gjami, as që ka problem me motrë, as me vlla, as kërkës më intereson. Jem të fol në vija gjana ligjerat, islame, këshill, fetare, për mu edhe për juve, po dhe për ata që na ndëgjojnë nëpërmjet këtij ekranit. Kujdes o musliman, o vllazën, o namazli, o ju me Ramazan, me gjyma, kujdes të pika. A kemi qalu po, a kemi gabu po, a jemi të gabu hala. Jemi të shumë të gjana.
Deri kur më nalë më? Feja islame është kjo fe, e cila i bën ndërlidhjet fetare, i bën ndërlidhjet të mira, çtin me darë vllaun, e motrën, e nanën, e babën, edhe nëse të hin hak, prapë ti kemi qenë njëri mirë, kemi ia fal, kemi fol, kemi arsetu, gjepi jot, gjepi i saj, kuleta jote, kuleta e saj, një kulet, një pare, nuk duhet me vetë vllana mi marr parë, çtin e dorën merja direkt. E ki vlla, e ki motër, me një barë keni qenë, prej një gjinit keni thith, me një kafshat keni hangër, me një luk keni pi, me një goti një bajdare, me një shtrat keni flejt, me një qebe, një mbulu, një parë këpuz, një parëve ju kanë ratë të mënë. E pse tash nuk përna binë të mënë? E pse tash mu largu edhe mu da? Sepse këtu dreqi malkun është të punu, edhe ignoranca jote shumë e thellë, edhe dreshnit e tua që jetu ke i ba, edhe prindi ju që ty të ka mësu s'ka ba drejtësi. Shumë prej prindve, unë në gjë personalisht, djemt halaj respekton, halaj uniman, halaj dën, vajzën atje koras nuk shën me vizitu. Lemo me ndihmu. Pasha Zoti, përgjithësi para Zoti kemi dhënë tonë. E lusë Allahun e madh, ja Rabbi o Zot që po të lutna këtë ditë madhe, këtë ditë gjymajen, këtë ditë që të rashi. O Allah, ty kemi armë të adhuru. Ja Rabbi mos na i mëso që mi hin hak motrës, ose vajzës, ose nanës, ose halës, ose tezës. Ja Rabbi, na i mëso që zemrat tona me na i bë halal ata dhe neve, aty ne më bë halal. I madhi Zot mos na nxjerr për kësaj dunjaje për pas me faqe të bardh, me vepra të mira, me vepra të pranuara te ti ja Rabbi. Ne jemi gjunahçar, ne jemi gabimtar. Nëse ti nuk na fal o Allah ndert, kuj kemi trokit, te kush o Allah kemi angu, kush kemi na ndihmu përveç teje, o Zot që na ke kriju, ti o Zot kemi na ndihmu, falë gjunahet tona, falë gjunahet e prindve ton, pranoj namazin e xhumat që kemi fal këtë vit. Ja Rabbi o Zot na i bashkon parin ton, o Zot na i ruan fytyrën ton, na i ruan imanin ton, na i ruan rinin ton, na i bashkon parin ton, na i ruan kufit ton, na i forcon ushtrin ton. I madhi Zot që po lut na i ruan lirin ton. E kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.